Është finalizuar operacioni policor i koduar Brotherhood, i zhvilluar nga Drejtoria Vendore e Policisë Vlorë, për goditjen e veprimtarisë kriminale në fushën e narkotikëve dhe arëmbajtjes pa leje. Shërbimet e policisë ndaluan dhe kontrolluan një automjet tip Volkswagen Turan, me të cilin udhëtonin shtetasit FM dhe LL. Gjatë kontrollit të automjetit, u gjet dhe u sekuestrua, në cilësinë e provës materiale, një sasi lënde e dyshuar narkotike kanabis, e përgatitur për shitje. Në vijim të veprimeve procedurale, nga kontrolli i banesës së shtetasit FM, 41 vjeç, banues në fshatin Trevllazër, u gjet dhe u sekuestrua një sasi tjetër kanabisi. Në total, u sekuestruan rreth 57 kg lëndë narkotike e dyshuar kanabis. Gjithashtu, gjatë kontrollit të banesës së shtetasit LL, 40 vjeç, banues në fshatin Mavrov, u gjet dhe u sekuestrua një armë zjarri automatike, model 56, së bashku me një karikator me 30 fishek luftarak. Në përfundim të operacionit, të dy shtetasit u arestuan në flagrancë për veprat penale, prodhimi dhe shitja e narkotikëve dhe mbajtja pa leje e armëve dhe municionit luftarak. Materialet procedurale ju referuan prokurorisë për veprimet mëtejshme, ndërsa hetimet vijojnë për dokumentimin e plot të kësaj veprimtarie të paligjshme dhe për identifikimin e personave të tjerë të përfshirë.